shqiptarë në Turqe. Kjo që është prezent. Falenderoj shpirtisht për këtë pritje bujare, për këtë zemërdhërsi shqiptare, për këtë ambient të ngrohtë, për këtë afërsi të madhe që ne kemi shpirtisht me njëri tjetrin. Sepse tentuam të na ndajmë, të na ndajmë përkohësisht. Po për 15 vite ne pritëm, ishim durim, ishim sabër dhe përsëri vazhdojmë atij pritet. Shkojmë dhe kemi këtë disponim. E që them të drejtën, kjo është një borç, një obligim, një amanet i madh, i cili na merr frymën. Mirë po, duke e ditë se këtë besim ju e kemi ndërtu për shumë vite ndaj nesh. Duke e ditë se ne gjithmonë kemi pasur raporte korrekte me ju. Si njerëz të rëndom, si student, si profesionist, si aparist. Duke e ditë se besimi është mbi të gjitha. Unë ju jam besën se ne do lidhim paktin. Shkoj në kampanjë dhe i ka kapë nervoza prikash. Përmendim do histori të tjetra dhe do histori të reja. Gatrojnë shumë çështje, nuk flasin kur të vërtetën. Ne u japim porosin, do ja kthejmë gostillarit krenarinë e humbur, apo jo? Perspektiva fillimore, ekonomike, punësimit, arsimore. Për gostillarin ne do vendosim, jo të tjerë. Ju e dini se ne gjithmonë, kur e kemi dhënë fjallën e kemi mbajtë. Do e mbajnë fjallën e vërtet, jo fjallën e tyre. Kërkimje e kur i mbajnë njerëzit, hajsat, gjasat. Duke dhënë kërkime boshe, duke folur për gjoja gostillarit si në Paris, si në London. Me dogar dhe metalike nuk proje përësimor me ti parkingje me drita. Nuk e kam të qarë se vetë në bëjmë universitetin rajonal. Tu në Banjik, në i solëm deponin rajonale të gjithë pologë. Të kemi problemin e përvokun se të kemi një ministrë ekologjie, ai burit botës nga bën politikë të madhe dhe sot. Rufi Osmani dhe kundër Ali Ahmetit në këto djelje. Rufi Osmani konkuron kundër një historiani që nuk e njeh as historinë